Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka reaguar për herë të parë zyrtarisht në lidhje me protestat kombëtare që po zhvillohen prej 33 ditësh në vend. Në njoftimin drejtuar shtetasve amerikane, ambasada thekson se protestat e përnashme po vijojnë përpara godinës së kryeministrisë, e cila ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit mes sheshit Skënderbej dhe sheshit Nën Tereza. Sipas listë diplomatike amerikane, tubimet pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim e mund të shtrihen edhe në qytete të tjera të vendit. Në njoftimin zyrtar nënvizohet se megjithëse protestat dhe grumbullimet e mëdha shpesh nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë me shpejtësi. Autoritetet paralajmërojnë se në zonat ku zhvillohen protestat mund të ketë prani të shtuar të policisë, bllokime rrugësh, devijime të trafikut si dhe vështirësi në qarkullim, veçanërisht në orët para dhe gjatë zhvillimit të tubimeve. Po ashtu nuk përjashtohet zgjerimi i protestave në zonën përreth, përfshi edhe prani institucioneve të tjera qeveritare. Ambasada u bën thirrje shtetasve amerikanë dhe publikut në përgjithësi të shmangin demonstratat, të jenë të kujdesshëm ndaj rrethinës, të kufizojnë shpërqendrimet si përdorimi i telefonit apo kufjeve në vendet publike, si dhe të ndjekin mediat lokale për informacion të përditësuar. Mëtej rekomandohet që qytetarët të kenë gjithmonë një plan emergjencë ose daljeje, si dhe të mbajnë profil të ulët gjatë lëvizjes në zonat ku mund të ketë grumbullime. Të shtunën në vend pritet të zhvillohet një tjetër protestë e madhe ku pjesëmarrëse pritet të jetë po ashtu edhe diaspora shqiptare. Incidentet e regjistruara gjatë ditëve të fundit pranë kuvendit kanë ngritur shqetësime për mundësinë e përshkallëzimit të dhunës në protestat e ardhshme.